Faleminderit shumë i nderuar Kryeministër Kurti, të nderuara media, të dashur qytetarë. Në kuadër të kompetencave të mia si Ministri i Punëve të Brendshme, unë kam themeluar grupin punues për analizimin dhe propozimin e modaliteteve për themelimin e gjandarmarisë me qëllim të forcimit të kontrollit vijës kufitare, mbrojtjen e integritetit territorial dhe sovranitetit, si dhe reagim të shpejt ndaj kërcënimeve me përmasa të nivelit lartë. Tashmë, grupi punues është duke punuar në analizimin e aspekteve ligjore, institucionale, organizative, financiare dhe operacionale të themelimit të gjandarmarisë si agjenci ekzekutive në kuadër të Ministrisë Punëve të Brendshme përmes ligjit të veçantë. Themelimi dhe funksionalizimi i gjandarmarisë do t'i mundsoj Policisë Kosovës që të fokusohet në sigurinë dhe rendin publik, parandalimin dhe hetimin e krimit, sigurinë e komunikacion si dhe në detyrat tjera sipas autorizimeve ligjore. Grupi punues ka për detyrë të analizoj kornizën ligjore në fuqi dhe nevojën për krijimin e bazës së re ligjore për themelimin e gjandarmarisë si njësi e veçantë në kuadër të Ministrisë Punëve të Brendshme. Përcaktoj statusin institucional, varësinë dhe strukturën organizative të njësisë. Të vlerësoj implikimet financiare dhe buxhetore për krijimin dhe funksionimin e saj, të propozoj modelin e regrutimit, trajnimit dhe zhvillimit profesional të pjesëtarëve të gjandarmarisë, të vlerësoj kapacitetet ekzistuese institucionale që mund të riorganizohen ose mbështesin krijimin e saj, të shqyrtoj praktikat ndërkombëtare dhe modelet krahasuese të gjandarmarive ose forcave të ngjashme të sigurisë, të hartoj raport përfundimtar me rekomandime konkrete për mua si Ministri i Punëve të Brendshme. Grupi punues për përmbushjen e detyrave të tij do të organizoj konsultime me institucionet relevante, si dhe me ekspertë të fushës së sigurisë, rendit publik dhe menaxhimit të krizave. Në këtë kuadër të këtij procesi do të analizohen edhe praktikat ndërkombëtare të vendeve që kanë modele të ngjashme të organizimit të gjandarmarisë me theks të veçantë vendeve anëtare të NATO-s dhe të Bashkimit Evropian. Qasja jonë do të jetë profesionale, transparente dhe e koordinuar me të gjitha institucionet relevante të sigurisë dhe mbrojtjes. Çdo rekomandim i cili mbështetet në analiza konkrete të nevojave operative, kapaciteteve ekzistuese dhe standardeve demokratike të kontrollit civil dhe institucional do të merret në konsideratë. Ky proces do zhvillohet në koordinim të plotë me gjithë ata të cilët janë parapar sipas regulativave ligjore dhe në respektim të plotë të parimeve demokratike, sundimit ligjit dhe kontrollit institucional. Qeveria e Republikës Kosovës do të vazhdoj të avancoj kapacitetet moderne të sigurisë në përputhje me standardet euroatlantike dhe nevojat reale të sigurisë së qytetarëve dhe institucioneve të tjera. Po pëse mu ma drejtuat pyetjen po? Shumë rregull. Pjesë e grupit punues janë përfaqësues të institucioneve të Kosovës. Duke filluar nga Ministria e Punëve të Brendshme, pastaj edhe nga policia, AME-ja dhe gjitha institucionet tjera që mirën me sigurinë. Në vazhdimsi ne, siç edhe theksova, do të bisedojmë me të gjithë aktorët tjerë në mënyrë që të gjitha idetë, sugjerimet apo modelet të cilat mund të inkorporohen në kuadër të gjandarmerisë Republikës Kosovës të kemi parasysh. Faleminderit shumë, Kryeministër. Ka pas me qindra aplikime të shtetasve të Serbisë, të cilët jetojnë apo punojnë përkohësisht në Republikën e Kosovës. Të gjitha ato individualisht janë duke u verifikuar dhe në momentin që përplotësohet edhe kërkesat ligjore, edhe kërkesat të cilat ju kanë adresuar atyre
Në momentin e publikimit të këtij ligji, atëherë do të fillojmë edhe me fazën tjetër. Përsa i takon numrit, unë si që theksova, grupi punues do të punoj intenzivisht për përcaktimin e gjitha modaliteteve dhe nevojave operacionale, përfshi edhe numrin e nevojshëm të pjesëtarëve të gjandarmerisë. Në momentin kur ta kemi këtë përcaktim, patjetër se ne ju informojmë.